Salam aleikum, hoqë, si me reagu nëse burri shikon video haram në internet? Jem para martese, a me vazhdu me ta jo. Aleikum salam, rahmatullah. Kjo është një prej veprave të pahishme, përveç që është haram të Allahu subhanahu wa ta'ala, është edhe jo burnore, është edhe nënçmuese dhe irrituse. Personat e tillë bëjnë amoralitet me syrin e vet, harrojnë që Allahu xhaleshanhu është ai që i sheh. Pra është një vepër e ndaluar rreptësisht. Çka më bën? Më u mundu me këshillu vet ose dikush. Nëse shef që s'ka niyet përmirësimi ty të anon mendja, ndoshta kisha më thonë që me u largu prej kësaj fejese. E tham me keqardhje, shumë me keqardhje, mdhimet që nëse është një çift shumë i mirë edhe shihet që ka hajër, por kjo një prej veprave që është rrezik mos më ndal me kaq. Nëse sheh shenjat përmirësimit, të pendimit edhe të çdo ditë shkon tu përmirësu nga pak, inshallah është hajër, nuk du të gutem, por nëse shef se e lejon, ai thot mos më shordha unë smanin, kjo halal e tjerë, atër merr hapa pak më tron. Allah të ndihmoft.